Bregdeti i plazhit të vjetër ka nevojë për më tepër zhvillim dhe investime, kështu mendojnë qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm, frekuentues të rregullt të kësaj zone. Sipas qytetarëve, zona e plazhit të vjetër është ndër bregdetet më të mrekullueshme të qytetit, një bukuri natyrore e cila nuk ka parë asnjëherë deri më tani investime. Sipas qytetarëve, kjo zonë ka mbetur pas nga realiteti tjetër, që është Vlora. Sipas tyre, edhe një projekt që po realizohet aty për ndërtimin e vazhdimit të shëtitores bregdetare lungomare në plazhin e vjetër deri më tani nuk ka dhënë impakt. Qytetarët thonë po ashtu se ky projekt në këtë zonë po ecën me ritme tepër të ngadalta e nuk dihet se kur do të përfundojnë. Ata bëjnë apel që projekti i shëtitores të shtrihet në të gjithë gjatësinë e plazhit, madje deri në Zvërnes, pasi do të sjellë sipas tyre shumë zhvillim, veçanërisht në sektorin e turizmit. Tash e kanë pastruar ata, po pardeshe shumë keq. Për shfar për këtë projekte, duhet të ketë më shumë zhvillim zonë? Patjetër, gjithë kjo zonë të bëhet si Turqia. Tu ka filluar dhe një projekt, si e shikoni të ecën me ritme shumë ngadalta? Patjetër shumë ngadalta. E dini, keni informacion çfarë projekti është? Jo, nuk e di se unë kam marrë nga Fieri dhe jam nga Fieri, nuk është. Po të pëlqen e curia e tij apo çfarë është bërë deri më tani? Po u bë si ajo të vazhdojnë me radhë, duhet jetë akoma mirë. Do të vazhdoj deri aty dhe jo këtej. A ne se di unë projektin e shtetit. Jo, mendoni se duhet vazhdojnë gjithë zonën? Deri në ku të them unë. Është e rëndësishme kjo gjë. Patjetër. E do ta bëjnë. Është i bukur plazhi vjetër, nga ana natyrore, ja ka dhuruar bukurinë Zotit. Është më mirë se sa ajo atje, po vetëm duhet pastërti gjëra kështu. Duhet të zhvillohet sigurisht. Tani po pastrohet, ka qenë pa pastruar shumë. Po si zonë, duhet të ketë më shumë zhvillim, më shumë projekte? Më shumë zhvillim duhet të ketë patjetër, se mos plazhin e vjetër kështu e mbaj mend që para 40 vjetësh. Kështu në këtë gjendje ka qenë. Këtu pas shpinës tuaj po zhvillohet edhe një projekt, si u duket? Nuk e di projektin si është, po mas e bëjnë një diçka të bukur, se të zësh hapësirat e detit, duhet i zësh tamam, kur krijon një farë zhvillimi, një farë emancipimi të bregdetit, se nëse bregdetin e prish hapësirat e bregdetit i zë me ndërtime jo të përshtatshme, nuk është mirë. Ndërkohë, ke informacion çfarë po bëhet? Nuk e di çfarë po bëhet. Okej, them diçka. E curinë e punime besoj e viziton zonën shpesh. Si të duket e curia e këtij projekti? Tani nuk e kam parë këtë projekt, po shikoj këto të tjerat që pallate që janë bërë shumë afër bregdetit edhe me shumë kate. Nuk është mirë. Nuk është mirë që të bëhen kaq afër bregdetit e shumë kate. Tash më falni, Do të bëni një lungomare edhe këtej? Lungomarja do prishi bregdetin rërën, s'duhet bëhet. Je kundër. Kundra. Duhet të ruhet originaliteti i brigjeve të detit. Duhet të ruhet. Kanë qenë më të bukura brigjet dhe janë prishur. Plazhi i vjetër, mirë ka qenë, jo shumë mirë, po mirë. Kanë pas shumë të huaj, më shumë ka të huaj sa shqiptar. Duhet të ketë më shumë zhvillim si zonë? Nuk e di, e vështirë është. E vështirë është se ne s'kemi qeveri moj qupë. Po nuk pa të krije, fundi maroni tërë, s'kemi qeverine. E prishit të gjithë pjesën atje, gjithë familjet, edhe i kanë zjerë në rrugë. Unë jam e para që më nëzori në rrugë. 60 vjetë kisha në atë lagje, edhe më përzuri. Me gjithë se i shkatroj nuk po ndërton. Asgjë i ka shkatruar, i ka lërë mullar edhe asgjë s'ka ndërtuar. Edhe pas shpinës tënde është një projekt, ai Lungomares. Po, ja, Lungomare ka një vit, kur të bëhet, kur të piqemi. Deri tani çfarë po bëhet? Asgjë, ja, traktori atje asgjë s'bëhet. Ka sjellë një zhvillim për zonën kjo Lungomare punim? Thonë që do bëhet, po sa do bëhet, nuk e di njeri. Në muajin janar të 2024-s, në zonën e plazhit të vjetër, nisi të realizojë projekti Lungomares. Punimet filluan nga zona e portit detar të Vlorës deri në afërsitë të gabinave të plazhit. Por pavarësisht se ka kaluar tashmë më tepër se një vit, projekti nuk ka avancuar ndjeshëm, teksa punimet vijojnë me ritme të ulta. Herë stopohen e herë nisin.